Festat e fundvitit rikthyen trafikun e rënduar në Lezhë. Prej datës 20 dhjetor, rrugët e qytetit po përballen me fluks të lartë automjetesh dhe për rrjedhoj është krijuar kaos në lëvizje. Përballë rrugëve të ngushta dhe vend parkimeve të pakta, zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor mbetet jetik për normalizimin e situatës. Specialisti i qarkullimit rrugor, Rok Lelçaj, thotë se prania policisë së shtetit dhe asaj bashkiake duhet të jetë e vazhdueshme në qytet për të normalizuar lëvizjen e automjeteve dhe për të shmangur trafikun e rënduar. Shkaqet janë disa. Kryesorja dhe është zbatimi i rregullave të qarkullimit rrugor nga shoferët. Jo parkim dësh. Jo të ndalosh kot bashkë muhabet, se është fut këtu në mod kjo punë. Dhe punimet kur kryhen në kohë pikut, mendoj që është i qik e gabuar. Dhe tjetër, edukata e qarkullimit duhet të futën në kulm edhe në përshkolla, mendoj unë. Policia bashkëke në qytet, mendoj unë, duhet të ndërhyj ajo, sepse asaj përket edhe qarkullimi edhe çdo gjë. Policia shtetit nuk duhet të jetë, mund të qarkullojnë ata me fugon, me gjana, me mjete, për arsye sepse ndalojnë krimin, ndalojnë ashtu, parandalojnë, por policia bashkëke ka rolin vendimtar, jo ku ka parkingje që i shërben bashkisë apo i shërben dikujt tjetër. Për shembull, shumë aspekte nalen paralel makinat. Edhe është një sens lëvizje, duhet presin. Krahu tjetër duhet presin krahun tjetër derisa edhe krijohet trafiku. Krijohet trafiku që është zor që të eliminohet, se trafiku dihet ka në gjithë botën. Trafik po jo kështu, jo të ndalosh i gjysorët, jo të ndalosh 20 minuta, jo të ndalosh, sepse njeriu shkon për i punë, njeriu shkon për i hall, njeriu shkon për një ambulancë, njeriu shkon për i shërbim. Prandaj këto duhet ato rrugët. Lëvizja në rrugët e qytetit të Lezhës është kthyer në makt për drejtuesit e automjeteve gjatë kësaj periudhe, ndërsa kjo situatë përsëritet çdo fundvit dhe gjatë sezonit veror, kohë kur rriten ndjeshëm numri i automjeteve.